Përshëndetje, unë jam Mami Era dhe këto video janë të kushtuara për të gjitha gratë dhe vajzat. Përpara se të vazhdojmë, të lutesha që të bëni sa më shumë like, komente dhe share në mënyrë që këto video të shkojnë pikërisht ato vajzat të cilat kanë nevojë që të dëgjojnë këto informacione. Vazhdojmë. Tema e sotshme është vaginoza bakteriale dhe rikthimi i saj i shpeshtë dhe pse juve gjatë keni marrë një mikinga. Si fillim, çfarë është vaginoza bakteriale? Vaginoza bakteriale është më shumë, le të themi, një problem i bezdisshëm se sa serioz, që vjen si pasojë e prishjes së balancës së bakterëve në vaginën tuaj. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që juve do ndjeni kruarje të shpeshta, sekresione me erë të pakëndshme, bezdisje të vazhdueshme nga poshtë. Pra jo diçka që do dohet ta ndjej apo jo. Kam lajme të mira, sidomos për vajzat e gratë të cilat janë duke marrë trajtime të vazhdueshme dhe shikojnë asnjë lloj përmirësimi në gjendjen e tyre. Sipas ACOG-s, që është Organizata Kryesore Ginekologjisë dhe Obstetrikës në SBA, sipas studimeve që ajo ka bërë, në fakt ka kohë që ka dalë si gjë, madje disa vende në Shqipëri, disa profesionistë apo mjek e praktikojnë, thotë që në momentin që ju keni një infeksion vaginal dhe është në përsëritje, atëherë duhet të trajtoni edhe partnerin tuaj. Partnerin tuaj. Mund të jetë vërtet që disa prej jush e din këtë informacion dhe do isha shumë e lumtur që pjesa më e madhe ta dinit, por mund të them me siguri, dhe kjo vjen nga eksperjenca ime profesionale, që pjesa më e madhe në fakt nuk kanë pasur as pak informacion. Kanë ardhur, kanë marrë trajtime të vazhdueshme, të pafundme dhe përsëri kanë të njëjtin problem. Por duhet të shikoni përballë jush. Duhet të merrni partnerin tuaj, të shkoni te mjeku, të mos keni turp ta flisni këtë gjë me mjekun dhe të marrni mjekim. Dhe ai po ashtu si edhe ti. Atëherë, për ta përmbyllur këtë video, dua që t'ju them se rikthimet nuk janë jo normale. Studimet tregojnë që 2 apo në 3 gra përjetojnë, le të themi, rikthimet të vaginozës bakteriale brenda një viti. Ajo që nuk është normale dhe që unë dua ta flas, dhe jo vetëm ta flas, por ta bërtas, është fakti që meshkujt kanë akoma turpe sot e kësaj dite që të shkojnë tek mjeku. Duhet të kujdeseni për gjendjen tuaj shëndetësore. Unë mendoj se ignorancë nuk është asgjë më shumë apo më pak fakti që juve nuk keni dëshirë të informoheni rreth gjendjes suaj shëndetësore, sesa turpi për të vajtur te mjeku si koncept. Shkoni, informohuni, nëse jo për veten, për partnerin tuaj, sepse kam pasur plot raste që vinë vajza të cilët trajtohen për një problem që nuk është fare i tyre. Bëuni mbështetje i njëri tjetrit, bëu mbështetje për veten tënde, shko dhe takoje mjekun, foli për problematikën tënde dhe kaq, është shumë e thjeshtë. Me kaq po e mbyll, ritakojmë në videon e radhës. Bye!